Arqipezhi metropolit i Shkodër Pult Imzo Gjovanni Peragjine ka përcjellë urimin e tij me rastin e festës së Pashkës Ortodokse. Në mesazhin e tij, Imzo Peragjine thekson: "Të dashur vëllezër dhe motra besimtar të Kishës Ortodokse, me ndjenja vëllazërie me rastin e festës së shenjtë të Pashkës, kam gëzimin t'ju drejtoj urimet e mia më të përzemërta, duke ju uruar një kremtim të bekuar të mbushur me dritën e ngjalljes dhe me paqen e Krishtit të gjallë. Ngjallja e Zotit tonë Jezu Krishtit mbetet ngjarja qendrore e historisë së shpëtimit, burimi i shpresës që nuk zhgënjen dhe themeli mbi të cilin ndërtohet besimi ynë në këtë mister të madh. Ne sot isim fitoren e dashurisë mbi mëkatin, të jetës mbi vdekjen dhe të dritës mbi çdo errësirë që rëndon mbi zemrën e njerëzit dhe mbi historinë e popujve. Në këtë ditë të shenjtë, ndërsa ju kremtoni me solemnitet këtë mister të madh, bashkohem shpirtërisht me ju në lutje, duke i kërkuar Zotit të ngjallur që të zbras mbi secilin prej jush, mbi familjet tuaja dhe mbi bashkësitë tuaja hirin e tij të bollshëm, paqen që vjen prej tij dhe gëzimin që vetëm ai mund ta dhurojë. Le të jetë kjo Pashkë një kohë vërtet e ri për të rinjtë të brendshme, një thirrje për pajtim, për forcim të lidhjeve vëllazërore dhe për një dëshmi gjithnjëve të gjallë të besimit në jetën e përditshme, në një botë që shpesh përjeton tensione, pasiguri dhe ndarje. Dëshmia jone për bashkët për Krishtin e ngjallur bëhet një shenjë çmuar shpresë dhe një thirrje për paqe, drejtësi dhe bashkëjetesë. Në frymën e respektit të ndërsjellë dhe traditës së bukur të harmonisë fetare në vendin tonë, dëshiroj të theksoj se këto festa të shenjta janë dhe një mundësi për të thuar me tej lidhjet e miqësisë, mirëkuptimit dhe bashkëpunimit ndërmjet nesh në shërbim të së mirës së përbashkët dhe dinjitetit të çdo njeriu. Duke u shoqëruar me lutjen time të përzemërt, uroj që drita e ngjalljes të ndriçojë jetën tuaj, të forcojë familjet tuaja dhe të mbush zemrat tuaja me gëzim, shpresë dhe dashuri. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall, me urime më të mira. Imzo Gjovanni Peragjine, Arqipezhi metropolit Shkodër Pult.